Gjithçka gati për ekipin e aktorëve, shohim se sa do t'jenë sakt 10 palë këpuc për t'i qëlluar në atë shufrën e metal që është rreth 2 metra e gjysmë më lart. Mundesh edhe ti me lut? E qëllon Ylberi në tentimin e dytë, shohim tani çfarë do të bëjë Teuta në tentimin e parë. Shko ullu atje. Për pak ta pësoj njëri prej reflektorëve atje lart. Tentimi i dytë i sakt. Gjuan edhe njerë Ylberi për pak të e qëlloj. Deri tani 5 palë këpucë dhe 5 palë i ka mbetur ekipit të aktorëve. Gjuan edhe njerë Ylberi edhe njerë sakt. Edhe një tjetër. Shohem se sa palë këpucë janë aty, sa tentime të sakta. Këto këpucët e radhës do të numërohen në... Na e kena ullë kryt. Sa palë këpucë Enis? Sa palë, ketë? Jo, krejt, jo, gadar. Ylbera, ka mundësi me ta qitë një perike me gjyte dhe përmi. 6 palë këpucë për ekipin e aktorëve. 6 para, sa jo? Shijet kush ka nejt ma halë, kush shukon las dra. Jo, 6 palë janë. Ajo në 6 ashtë? 6. 6 e 4 ajo në poshtë, ma letë në numru. 6 shënime për ekipin e aktorëve, tani i pret në rau. Ekipi këngëtarëve. Enis! A keni mi hjek ato? Enis! Mos i shabile. Mirja e ka një ide. E kam një propozim nëse më lejot a vibre une me juve 2 vete, u trajte për pak minuta, këto brome. Këngëtare s'moj mu bo si s'di me kënu. Hajtë se s'ka lidhje, ka plot. Mësohë thuj kush po din. Të mësojna, të mësojna. Partnera, ka mundësi me gju Leonorën edhe Mihrin të natë, se unë gjitha tjetë në kështia. Allah i na vjerme.